Meshkujt shqiptar apo princesha, një analizë psikologjike e pabarazisë gjinore në familje. Në një kohë kur gratë shqiptare po çajnë qelizat e ndërgjegjës shoqërore për të kërkuar barazi, ekziston një grup meshkujsh që e quan veten burëri të shtyp partneren e tyre me pretendime të palejueshme. Ata nuk duan barazi, sepse kjo do të thoshte humbje e kontrollit dhe e privilegjeve që u ka dhënë një sistem patriarkal i vjetëruar. Por çfarë ndodh kur një burr pretendon që gruaja të bëjë gjithçka, nga puna në shtëpi deri te kujdesi për fëmijët dhe shërbimi ndaj tij, ndërsa ai e shikon jetën si një beqar i pashqetësuar? Egocentrizmi mikroskopik dhe burëria herreme. Shumë meshkuj shqiptarë lidhin identitetin e tyre me nocionin e kryefamiljarit, por ky titull shpesh reduktohet në një rol pasiv, të presë gjithçka të bëhet nga gruaja, pa asnjë përgjegjësi reciproke. Psikologjikisht, kjo është frikë nga maturizimi emocional. Një burr që kërkon që gruaja të jetë njëkohësisht e punësuar, të kontribuojë financiarisht, nën të kujdeset për fëmijët, shërbëtore, të pastrojë, të gatuajë, kujdestare edhe për prindërit e tij, partnere seksuale, pa ankesa, sigurisht. Është një burr që nuk do një bashkëshorte, por një punonjëse personale. Po rritni princesha, jo burra. Një thirrje për nënat shqiptare. Një pjesë e madhe e problemit qëndron në edukimin e djemve. Nëna shqiptare, me dashurinë e saj të pakushtëzuar, shpesh i shndërron djemtë e saj në princesha që presin të shërbehen. Në vend që t'i mësoj fëmijëve të tyre përgjegjësinë ndaj shtëpisë, respektin ndaj punës së gruas, aftësinë për të ndarë barrat. Ata i mësojnë që punët e shtëpisë janë punë për femra. Dhe kështu, kur të rriten, këta djem kthehen në burra që e shohin gruan si një shtesë për jetën e tyre, jo si një partner të barabartë. A është e drejtë? Absolutisht jo. Barazia gjinore nuk është një privilegj që gratë duhet ta kërkojnë, por një e drejtë themelore. Një martesë ose bashkëjetesë e shëndetshme kërkon shpërndarje të drejtë të punëve shtëpiake, nuk ka arsye që gruaja të lajë, gatuajë dhe pastrojë vetëm sepse është punë për femra. Pjesëmarrja aktive në kujdesin për fëmijët, babai nuk është ndihmës i nënës, por prind me përgjegjësi të njëjta. Respekt ndaj kohës dhe energjisë së gruas, nëse punon, ajo nuk ka pse të jetë e detyruar të bëjë gjithçka vetëm sepse burri është i lodhur. Çfarë mund të bëjmë? Edukimi fillon në shtëpi. Nënat duhet të ndalojnë adhurimin e djemve të tyre dhe t'i mësojnë të jenë të pavarur. Kërkesa për respekt, gratë duhet të vendosin kufi që në fillim të marrëdhënies dhe të mos lejojnë shfrytëzim. Ndërgjegjësimi shoqëror, diskutimi i hapur për pabarazinë gjinore duhet të bëhet normë, jo tabu. Përfundimisht, një burr i vërtet nuk është ai që urdhëron, por ai që ndan. Nuk është ai që kërkon t'i shërbehen, por ai që shërben së bashku. Dhe nëse kjo dëmton egon e tij mikroskopike, atëherë problemi nuk është te gratë, është ai. Çfarë mendoni ju? A keni hasur në situata të ngjashme? Ndani përvojën tuaj në komente.